Po mirë, të me punë si gjithë. Nga 10 muaj do të merret një vendim, po m'duket, apo jo? Po, kemi lëshuar një vendimi që dhe shumë herë kemi lëshu vendime, por nuk është respektuar vendimi dhe ky vendimi është 2026, është vendimi i fundit për matorat e të cilat qarkullojnë për ujërat e Kosovës. Çka do të ndodh me ta? Po, fakte, ligji nuk e lejon të lëvizin matorat me benzina për liçej dhe do t'i konfiskojmë të gjitha, do t'i bëjmë kallëzime penale në momentin ata persona që gjenden me varkat e tyre për liçej. Okej, në një video në faqen e Federatës aty e parë që edhe me skaf ka qenë, për ku bëhet fjalë, ku ka qenë ai skaf, në cilin liçen? Po, është para një avdite të liçeni i Vermicës nga Vermica në Krush, ku i ka penguar gjithë peskatarët e cilat i kanë pas shtakat e peshkimit në Peruj dhe ja u ka prishën ku një shtak kushton rreth 1.000 euro, 2.000 euro, dhe ata personat ata bojnë në qefin e vetë dhe nuk e këshyrin damin e peshkatarëve, sa ata pajisen me lejet peshkimit, pagujnë lejen e peshkimit e këta tjerë shkojnë ato dhe i pengojnë. Krahas që i pengon dhe i dëmton peshkatarët, sa i dëmton edhe sa i pengon edhe krijesave në ujë që janë? Po, tash jemi edhe një fazë e cila është peshkimi në gjithë të periudhën peshkimi me vezë, dhe është peshkimi duke u shumue, e kemi edhe një vendim i cili është Peshko dhe Lëshos, kemi deshten me i ek peshkatar për shkak që momenti që s'ka peshkatar rrethit, njerëzve pjavdojnë mundësijet për me dalë me gjida, po tërforka, po rjeta, agregata, qështu, e për ata s'kena desh me i ek peshkatar, e kena lanë vetëm me bo sport, me peshku dhe me këty peshke me januj, për mos me mujtën me mytë në këtë maj që është shumimi peshkit. E do të thot benzina dhe motoret me benzin pa dyshim ndikojnë goxha keq për zhvillimin e peshkut. Ata pengojnë shumë se momentin që i bën vezet në skejt liçenit apo lëmej dhe peshkimi, ato volte aty t'ja qetë jashtë ujit vezë dhe peshki në 2026 atëherë vetëm nuk është ma në ujë. Krahas liçenit të Vërmicës që pas ka qenë me skaf që e pam edhe videon pak më herët, në liçet tjerë ç'është është situata? Po në gjithë liçejt e tjerë kemi nën kontroll, edhe Vermicën e kemi, aty kemi pas shumë, ku edhe sot e kemi marrë një takim me ftesën e kryetarit të komunës Dobi Potokit, i cili na ka ftuar federatën në takim për uranon mëngjes e kena pas për shkak se çka është fol në takim? Takimi është folën se ata kanë lexuar këtë vendimin dhe atje janë rreth 80 varka me motora të lëvizjes. Po ato na i koncentrojmë, na i kena jek ato 80 varka, janë me dikon janë 20-30 në lëvizje, edhe ato jo kena bo me dije se me nga data 10, ma nuk kanë me qenë në liçenin e Imanit në lëvizje. Edhe për ata na ka ftuar kryetari komunës sot edhe policinë e Kosovës atje shumë në takim rreth 2 orëve, po takimi jonë është që na nuk jemi ata kundërshtar që kemi diçka të lashme, po është një ligj, një rregullume, na nuk me pengojmë asnjë, vetëm mirë të e zbatuar një autorizim nga ministria e cila na thirrëm në atë ligj. Po, ato barka janë të peshkatarëve të Republikës të Kosovës apo të nacionalitetit serb aty? Ato janë shumica mujnë me ka 1-2 shqiptarëve, se të shumica janë serbëve, e cila hyjnë dhe dalin në Serbi, asajt kanë qarkullim, ato botë mundet më vendosë dhe kontrabanda në për ujë, për ata na nuk kemi leju asnjë qarkullim për pas zjarfiksat, PSK-ja, policia Kosovës e kontrollojnë Imanin dhe Federata e Peshkatarëve. Okej, kishte reagimi prej tyre, ose a pranuan këtë, le të themi këtë vendim i cili ka qenë në fuqi, por e the edhe vetë që nuk janë përfillur shumë, por a pati reagimi prej tyre, apo e pranuan që nga data 10 më as ata nuk mund të lundrojnë aty? Jo, ata reagime ka pasur që 2 javë ditë me kryetarët komunës kanë bërë presionin për Mitrovic, kanë thirrë, tani sot ka reagimi i cili që fundit ja kom thonë që data 10 është për neve punë e kryme, ata janë me njëftu dhe ministrien tash dhe javën tjetër, më marrë vesh edhe nëse i lejon ministria, po në di që edhe ministrat në detyrë
nuk i lejon, se është ligj i rregulluar në Kuvendin e Kosovës, që motorët me benzinë nuk kanë drejtë të qarkullojnë nëpër ujërat e Kosovës. Mirë, po kthehemi pak edhe për këto problematika tjera. Në faqen e juaj aty mundesh me po 10 s'po them qindra, po 10 video, fotografi që është rjeta, është e përmend edhe me generator, me energji elektrike që i mbysin peshqit për t'i kapur. Sa shpesh hasni në këto problematika? Po, është viti i tretë, jemi si kryetar, i cili mos thom të lëvdomi, po rreth 60.000 metra rrjet janë për 3 vitet e fundit të konfiskuar, generator, motora e këto tjera. 60.000? Po, 60.000 metra rrjetet cilat janë mbi 40.000 metra vetëm i kina shkatrue, dhe tjerat që janë të konfiskume, i presim mbylljen e gjykatës derisa të kryjnë landën, dënohen personat atëherë i shkatrojmë. Krahas 60.000 metrave, tjetër sen çka është, le të themi, ka për juve sepse ka qenë ilegale? Janë ilegale, ka gjida, ka motorat e konfiskuar, ka varkat e konfiskuar, me rjeta me 2.000 metra, 3.000 metra, nuk është puna e një rjetës 10 metra, 20 metra, po na sa herë kemi hasen mbi 25 metra për pjetë rjeta dhe 1.000 metra gjatësi, 8 metra e thellë, ku është e rrezikshme edhe për njerëz të cilët shkojnë mulon apo liçej apo dikon që ajo nuk duket, ajo është brenga më e madhe të cila një fëmijë ose dikush shkon edhe na jemi të bëj punën që mos me ardhen koha me thonën në filon liçenin pat mytje një fëmijës ose një grujës ose një burrit që në dikojnë. Larg qoftë kjo. Por për fund ajo nga rëndësia, hasnin edhe në shumë beturina, padyshim apo jo? Po, tashti kemi lëshu edhe gardën e natyrës kjo mbrojtje, janë 80 roje nga federata, të cilët janë shëndruar në mbrojtjen e natyrës dhe gardianët e natyrës, dhe tani jemi vetëm edhe hala do e rrit numrin, po ka pas efekt shumë të mirë kjo garda. Nëse unë jam gati, mos thom jam 20 orë në teren, po efekti ka qenë shumë, dikon 70% është efekti i këtyre. Okej. Zotri Vitia, faleminderit shumë që u inkuadrove dhe shpresoj që të ecë puna mbar dhe mirë, sepse me as sot tregove 60.000 metër rrjet është goxha një farë shifre, por edhe problematika tjera se cila më madhe si tjetra, por besoj që ja delni. Unë kom thonë se as Shqipëria që i ka detat nuk ishte ma shumë rrjeta sa kishte pas Kosova.